Në Tetov mund të kemi zgjedhje së shpejti. Me pranimin e nismës së BDI-s për rivotimin e vendimit të vitit 2007, Këshilli Komunal i Tetovës mund të shpërbëhet dhe të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Kryetari i Këshillit Komunal Jusuf Abduli tha se ligjërisht, nëse votohet sërish një vendim i shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, Këshilli Komunal shpërndahet automatikisht dhe shkohet në zgjedhje të parakoshme. Nga shërbimet komunale, unë pranova kërkesën e opozitës, që të shtohet si pikë e rendit të ditës propozim për riemrimin e rrugëve. Po e njëjta pikë, ashtu si jam deklaruar, e njëjta pikë në seancën e radhës me 13 korrik, ditën e anë është seanca e 15 të Këshillit Komunal. E njëjta pikë do të propozohet deri te këshilltarët komunal, që kjo pikë të shtohet si pikë shtesë e rendit të ditës. Vlen të sqarohet se në rast të votimit të njëjtës pikë janë mundësi që Këshilli edhe të shpërndahet. Nëse marrim për bazë dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, ku me vendim gjykatës kushtetuese landa udhëzohen emrat e rrugëve dhe sheshere në qytetin e Tetovës, propozimi i opozitës është që përmban njëjtën tematikë, kështu që informacionet tona dhe konsultat tona me shërbimet juridike janë që në rast po të njëjtit vendim mundësitë janë shumë të mëdha që Këshilli i Komunës së Tetovës të shpërndahet. Profesori universitar Bekim Maksuti shpjegon procedurat dhe sipas tij, zgjedhjet janë të pashmangshme nëse votohet përsëri i njëjti vendim. Këshilli i Komunës të Tetovës, sipas ligjit për qeverisje lokale, mund domethënë edhe një herë ta miratuaj një dispozit cilin më herët një akt cilin e ka sjellë më herët, po në situatat e tilla ligji është shumë i qartë, pra edhe një herë përsëris, ne në 73 i ligjit për vetë qeverisje lokale parashek kushtet në të cilat Këshilli Komunal mund të shpërndahet. Dhe një nga situatat cilat mund të shpërndahet, që duhet plotësohet kusht, sipas ligjit është ajo se nëse një dispozit e cila e ka sjell Këshilli i Komunës është paraparkisht është anuluar ose është ndërprerë nga gjyqi kushtetues i Republikës Maqedonisë së Veriut, në këtë situatë pra Këshilli Komunal shkon shpërndahet. Dhe kjo është situata cilën, po në rastin konkret, domethënë gjyqi kushtetues e ka anuluar një dispozit të një akt më hershëm të Këshillit Komunal dhe situata e tillë domethënë çon në shpërndarje të Këshillit Komunal. Seanca e Këshillit është caktuar për ditën e hënë më 13 korrik, ku në rendite do të jenë edhe pika për rivotimin e vendimit të vitit 2007 për emrat e rrugëve në Tetovë, ndërsa ditën e shtunë janë parapar përsëri protesta para komunës së Tetovës nga ana e partisë opozitare BDI për ndryshimin e emrave të rrugëve dhe sheshit me vendim të gjykatës kushtetuese.